Të nderuar ndjekës të portalet të Mexhlisë së Bashkisë Islame të Ulqinit, ne me lejen e Allahut fuqi plot vazhdojmë emisionet tona në Ramazanin e Mexhlis, duke munduar që ta shijojmë sa më tepër këtë muaj të bekuar të Ramazanit, këtë muaj më të dalluar dhe më të dashur për ne. Lutim Allahun fuqi plot që ky muaj të jetë vetëm se muaj plot begati dhe mirësi. Sonte kemi musafir mikun tim të dashur, kolegun Hoxhen e xhamis së Dinoshës, një nga xhamit më të vjetër në Maltezi, Magjistër Hoxh Nadir Baraktari. Mirë se na erdhe. Selam aleikum. Aleikum assalam wa rahmatullah. Është ndjesia e kënaqësisë dhe privilegj që të jem mesin tuaj në këtë mision të bukur që ai realizoni këtu pranë Bashkisë së Islamit në Ulqin. Allah i shpëlbeft, Allah i nderoft. Kemi folur shumë tema në këtë muaj të bekuar të Ramazanit dhe ka shumë për të folur, por një nga temat të cilën ne përzgjodhem për ta shijuar sa më tepër këtë muaj të bekuar të Ramazanit ajo është besimi si ndjesi shpirtëror në këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Pyetja e parë do të ishte çfarë është besimi si ndjesi shpirtërore? Po pra besimin duhet të jemi real kur e përshkruajmë besimin. Besimi islam posaçërisht i jep fokus ndjesisë shpirtërore. Krahas vetëm pra besimi nuk është vetëm si një fjalë e cila deklarohet edhe mjaftohesh me aq. Besimi është një ndjesi shpirtërore e cila ndihet. E ndjen personi, e ndjen ndjesinë dhe praninë e Zotit, e ndjen fuqinë dhe madhështërinë e tij. Besimi është ajo kur njeriu gjen qetësi në vetveten e tij, edhe besimi e jep këtë ndjesinë. Ndjesinë e sekines, që quhet në gjuhën arabe, pra kur njeriu pra gjen një qetësi shpirtërore. Është një qetësi e brendshme, pra nuk është vetëm rahati, se ka dallim pra mes rahatisë edhe qetësisë. Kur njëse të pasurit dhe këta kanë rahatinë, kanë komunitetin e lartë, por po se pati besimin, po se pati qetësinë shpirtërore, i mungon diçka. Edhe lyp në kërkim të paqes apo qetësi shpirtërore, që kjo është sekine. Këtë ja jep Zoti xhaleshanu atyre të cilët do. E posaçërisht është shumë prezente kjo, gjë ndjesia shpirtërore e sekines është prezente shumë në muajin e bekuar të Ramazanit. Këtë ndjesi e jep pra besimi përmes sekines, ku përshkruhet edhe në Kur'an famlar Zoti përshkruan pjesën e wa unzila as-sakinatu fi qulubil mu'minin, thot Zoti xhaleshanu tek sura Al-Fath, dhe u jep qetësinë, zbret qetësi dhe rahati thot në shpirtat e besimtarëve. Subhanallah. I nderuar, ky muaj Ramazani duhet vetëm të jetë muaj i ngritjes, muaj i devotshmërisë, muaj i këtyre ndjesive shpirtërore. Si e forcon Ramazani ndjesinë e besimit? Ndjesinë e besimit Ramazani i bekuar, duke nisë pra dhe me agjerimin, e forcon në atë formë që në muajin e bekuar të Ramazanit ndjesia e besimit rritet shumë lart. Epshi zbrit poshtë edhe dobësohet shumë poshtë. Zemrat pastrohen edhe zbuten ato. Kur themi të gjitha këto si një deklaratë e shkurt duket vetëm për të kaluar, por në fakt po t'i ndjejmë pak dhe po të ndalemi tek ato ndjesi. Pra pjesa e dobësimit të epshit njeriu e ndjen për faktin se ne dimë se me hyrjen e muajit të bekuar të Ramazanit mbyllen dyert e xhenemit. Kur themi mbyllen dyert e xhenemit, pra të ferrit, e kemi për qëllim Zoti është një alegori e cilën e përshkruan Zoti, që na thot pra mbyllen dyert e të këqijave, mbyllen dyert e ulet ajo zhurma e dëshirave materialiste, të cilat domethënë na shtojnë edhe i ngrisin epshin. Në Ramazan do dhe kundërta, ulet volumi i dëshirave pra, edhe ngritet volumi i dëshirave për të mirë, dëshirës për të bërë adhurim, dëshirës për të ndjenë kënaqësinë e adhurimit, dëshirës për të qenë më shumë xhami, e këtë ndjesi të besimit e ngrit, e thash kjo është vetë individuali i parë. Me çfarë ngritet në Ramazan, siç e bëri edhe ti pyetjen, kjo e ndjejmë që në momentin kur nisim lexojmë Kur'anin famlar, sepse Kur'ani me Ramazanin e kanë një shoqëri të hershme, sepse Xhibril alayhis salam kur vinte çdo herë kur ja mësonte Muhamedit alayhis salam Kur'anin famlar, në Ramazan vinte posaçërisht për ta përsëritur dhe i bënte hatme me Xhibril alayhis salam, me shokun më të dashur nga melajket, pra e bënte më i dashuri i Zotit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ndaj shoqëria e Kur'anit me Ramazanin është shumë e kahershme, sepse dimë që vetë në këtë muaj të bekat zbriti Kur'ani. Ndaj Kur'ani na flet në mënyrë më direkte, në mënyrë më personale, na flet në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, edhe e rrit ndjesinë e besimit, edhe njeriu ndjen besimin, e sheh besimin, kuptimin se kur e pyeten atë dietarën edhe i thanë, e ke parë ndonjëherë Zotin? Po, tha, e kam parë. Si e keni parë? E kam parë kur e kam ndihmuar, tha. E kam parë kur më ka mëshiruar, e kam parë kur më ka pranuar lutjet, kur më ka nxjerrë edhe më ka mbush me shpresë në ato situatat më të vështira, thotë, aty e kam ndjetur besimin. Kjo pra nisim me Kur'anin famlar, rritet besimi. Në Ramazan tjetër me teravit rritet ndjesia dhe lidhshmëria e shpirtit me qiellin. Pse me qiellin? Sepse fjalët që recitohen nga Kur'ani famlar
janë fjalë qiellore, nuk janë njerëzore. Është fjalë e Zotit, kelamullah. Ku ka më mirë se sa jo. Edhe në Ramazan sot të gjithë kur lidhemi në namaz e ndjejmë atë qetësinë shpirtërore edhe ngritet ndjesia e besimit përmes teravive. Por këtu në teravi ndjejmë gjithashtu edhe bashkinë që nuk jeni vetëm. Pse njeriu sado që të jetë i vetëm, në momentet që shkon në xhami, në momentet që shkon në teravi, e ndjen se nuk është vetëm, e ndjen se ka shoqëri, e ndjen se ka përkrahje, e ndjen se nuk është kjo botë, që ka kjo dunia vetëm materializëm, por ndjen se ka përtej saj diçka. Ka diçka më të lartë, më të madhe. Më të lartë se sa dunjaja, se dunjaja aq është. Por që jashtë dunjaja, është muaji i bekuar Ramazan vjen për na treguar si një pjesë nga pjesët e xhenetit, do të thonë pse aty ka adhurim, aty ka ndjesi shumë të larta shpirtërore, kjo me terapin. Tjetra e ndjejmë në sofrat e iftarit, ndihet dashuria mes familjare, e cila e ngrit besimin edhe dashnin e ndjesive shpirtërore ngrit mes njëri tjetrit, mes familjes, e çon Zoti bereqetin në iftar, e çon Zoti atë dashnin edhe të iftareve të përbashkëta pastaj, se në fillim po e nisim me familjen, por iftaret e përbashkëta e shtojnë dashnin mes njerëzve, sepse pejgamberi alayhis salam kur e ka thënë lidhur me dashnin, me për ta shtuar dashnin me njerëzin, ka thënë të pjesa që jepni selam, ka thënë prapë. Wa atimu ta'am wa sallu bil-layli wan nasu niyam tadkhuluna al-jannata bis-salam. Kur e ka nis pra jepni selamin, shpërndajni selamin, shpërndaj paqe me njëri tjetrin, përshëndetuni me njëri tjetrin, ka thënë e më pas ka thënë edhe ushqejini, ka thënë të tjerët. Në moment që muaji i bekuar Ramazanit është ajo ndjesia për e bamirësisë dhe ushqimit të njëri tjetrit, na shton shumë ndjesinë e besimit. Kjo është një gjë shumë brillante që nuk e gjen jashtë Ramazanit. Sa gjë të organizosh iftar apo tubime të ndryshme jashtë Ramazanit, asnjëherë nuk ti ngjajnë aty iftareve të këndshme me ato kandilat e ndezura. Nuk e ka atmosferën e Ramazanit. Sofrat e bereqetshme nuk përshkruan domethënë. Ato pastaj gjejmë njëjtë edhe në namazin e sabahut, që jashtë Ramazanit nuk ndihet aq shumë sa që ndihet muajin e bekuar Ramazan, sepse Zoti ka bërë bereqetshëm Ramazan. Zoti ka bërë bereqetshëm. Në fillim e thash për epshet ulën, ngritet lart, dhe forcohet shpirtërore. Për çfarë forcohet shpirtërorja? Pejgamberi alayhis salam kur përgëzonte sahabët, thonë të ka ardhur një muaj i bekuar, një muaj në cilin hapen dyert e xhenetit. Çfarë hapen dyert e xhenetit? Hapen dyert e mirësive, pra. Gjitha mirësitë njeriu ka më të lehtë në Ramazan që të punojë një vepër të mirë. E ka shumë më të rehatshme ta punojë një vepër të mirë. Ta aktivizohet në namazet të ndryshme, ta aktivizohet në bamirësitë të ndryshme, ta aktivizohet të largohet nga gjërat negative sepse e ka ngritur shpirtërorja, kur ngritet shpirtërorja bie poshtë pjesa e fshorës. Pra edhe ngritet shpirtërisht edhe është shumë më i përgatitur për të penduar, për të larguar nga gjërat negative. E tjetër ndjesi që e rrit është lutja, se lutjet janë më të sinqerta në Ramazan. Këto i ndjen atë ndjesinë, kënaqësinë e lutjeve, se janë më të sinqerta dhe më të pranuara në muajin e bekuar të Ramazanit. Këto janë disa nga detajet për shembull që ngrisin shumë ndjesinë e besimit. Madje mund të themi që ata të cilët drejt për drejt nuk deklarohen sikur musliman, e ndjen këtë kënaqësi, se muaji i bekuar Ramazan nuk vjen vetëm për muslimanët, është paqë për gjithë botën muaji i bekuar Ramazanit, sepse në Ramazan gjithë botën po të marrësh një statistikë përgjithshme, e shef se ka qenë një muaj plot rehati, plot për dallim nga muajt e tjerë, s'ka pas as aksidente, as zhurma ndryshme, as ngatresë, ka qenë një muaj i paqes sepse Zoti e zbret paqen dhe qetësinë në këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Subhanallahu. A ka Ramazan pa këtë ndjesi? Pa këtë ndjesi është i mangët. Mund të themi ka Ramazan, por është i mangët. Te ku e gjejmë këtë? E gjejmë te persona të cilët vetëm rrin larg hajës dhe pijes, pra ushqimeve i agjiron me ushqim, por nuk agjiron ndoshta me ndonjë vepër tjetër. Me zemër. Duhet me zemër. Edhe këto e lën veten pa këtë ndjesinë e besim se nuk ngritet lart. Persona të cilët vetëm agjirojnë, por vjen koha e teravis thot, po jam i vështirë thot, po e ha këtë bukën, e ha iftarin, edhe mbetet me aq. Unë këshilloj që në këtë muaj të bekuar të Ramazanit të jetë muaj i ndryshimit në aspektin që të ndryshojmë edhe të jemi ata që do i ndjejmë pak më shumë besimin. E me çfarë ndihet besimi, me çfarë ndihet Ramazani? Qëllimi i Ramazanit, si thot Zoti në Kur'an, pra, la'allakum tattaqun. Ne kemi zbritur kemi bërë obligim muajin e bekuar të Ramazanit, agjërimin e muajit të bekuar të Ramazanit siç ishte. Obligum la'allakum tattaqun. Në mënyrë pra qëllim final që ju të jeni më të devotshëm. Me çfarë rrihet devotshmëria? Çfarë ndjesie e besimit është kjo devotshmëria? Devotshmëria është ndjesia e besimit, jo vetëm të thuash që e di, por e ndjen. Jo ta dim, por ta ndjejmë pra. Te pjesa e ditur dhe ta ndjesh ka dy dallime shumë të mëdha. Pse? Për ta ditë edhe për ta ndjer. Tani, këtu kur themi i di, shumica e njerëzve e dinë që namazi është obligim. Shumica e njerëzve e dinë që agjërimi është obligim, edhe obligimet e tjera i dinë të gjitha. Por tjetri thotë mirë është më fal. Tjetri thotë mirë është më agjëro. Tjetri thotë
Mirë është që të bësh ndonjë punë tjetër të mirë të caktuar, por këto vetëm si ide. Janë vetëm si besim Po, nuk i në vepron. dije. Tash te kjo dije duhet një ndjenjë. Që kjo neja këtu e ndijes vjen nga ndjesia, pra. Për kur i shtohet kësaj ndije për ta ndjer, kur e ndjen njeriu, kjo është thellësia e besimit të ndjesinë e tij. Nëse ndjen namazin tënd, futesh namaz, tjetri mund të futesh dikush që se sa jemi në namaz, aq sa ndjen namazin. Sa jemi në agjërim, aq sa ndjen agjërimin. Ti nëse dikush ndjen vështirësinë e agjërim, ai nuk e ka arritur qëllimin final. Pse ndjesia në Ramazan është kur njeriu është i lumtur, edhe ka dy gëzime pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Prandaj përshkruan thotë, dy gëzime janë për besimtarin, pra. Në momentin që iftarin, që arrin një qëllim lart, jo vetëm se po han ushqim, se ushqimi është në ngjason atë botën, se gjithë ka qëndruar dikush 15 orë pa ushqim, 16 orë, ndoshta 17 orë pa ushqim. E me çfarë ngopet? Me ato 5 minuta. Kjo na ngjason edhe me botën. Ne duket sikur bota është e madhe, në fakt me ato 5 minuta ngopet të gjithë bota. Edhe njeriu, kjo është ndjesia e parë e kënaqësisë sepse ke arritur një qëllim final për ta kënaqur Zotin, edhe e dyta është kur do ta takoj Zotin e tij, do jetë krenar që kam qenë nga ata të cilët kanë agjëruar, por edhe më krenar do jetë në moment që do thotë edhe nga ata të cilët janë larguar që krahas ushqimeve, që nuk kam hangër, nuk kam pirë, por kam ushqyer, jam ushqyer shpirtërisht. E ushqimi shpirtërisht si bëhet për të distancuar edhe nga fjalori i dëmtuar, për të distancuar edhe nga fjalët e këqija, edhe nga ngatresat, edhe nga inatet, se kjo është pastëria shpirtërore. Se Ramazani vjen për ta pastruar shpirtin, për ta zbutur shpirtin. Prandaj njerëzit i shef janë më të rehatshëm në Ramazan, më të butë në Ramazan, ndoshta ata që nuk falen namazin e teravis, ndoshta nuk falen Ramazan, por jashtë Ramazanit, por në Ramazan thotë, po patjetër thotë, do thënë se len asnjë teravi pa ardh apo asnjë sabah pa ardh. Edhe këto është dallimi mes asaj të ndjesh edhe të mos ndjesh Ramazan. Pra kjo ndjesi e Ramazani është e pranuar edhe pak të ndjesi, por me këtë ndjesi sikur jep shije edhe ngjyrë, pra është sikur një pikturë, e cila pikturë është e rregulluar shumë bukur, por nëse është pa ngjyra, përsëri ka deri në nivel të caktuar. E ndjesia e shpirtit, kënaqësia e shpirtit është kur i jep ngjyra asaj pikture, edhe ne duhet të japim ngjyra muajit të bekuar të Ramazanit, pra përmes adhurimet të caktuara të cilat ne ngritin ndjesinë e besimit tonë. Subhanallahu, ta bëjmë një pikturë që sa më të bukur, sa më të mirë. Nderuar, si ta ruajmë këtë ndjesi dhe pas Ramazanit? Për ta ruajtur ndjesinë e muajit të bekuar të Ramazanit, pra që kishim edhe që ndjejmë, edhe që po ndjejmë këto çaste, pra këtë atmosferë, këtë kënaqësi është për ta ruajtur lidhjen me Zotin tonë. E si ruajmë lidhjen me Zotin tonë? Pra që pasi të mbaroj muaji i bekuar të Ramazanit, mos jemi vetëm nga ata të cilët një herë në javë. Unë bilet nga një herë them mos të ndjesojmë, them të krishterë. Pse u ndjesojmë krishterë? Ata të cilët besimtarë vetëm një herë në javë vjen në xhami, unë gjason pak të tjerëve. Pse? Ne kemi 5 kohë namaz. Ne kemi që jashtë Ramazanit, pra për ta ruajtur këtë ndjesi është që ta ruash lidhjen tënde me Zotin. E lidhja e Zotit, pra as-silla vjen nga fjala, pra as-salatu vjen nga fjala silla, që është lidhje edhe ndjesi me Zotin, që kish lidhen mirë me Zotin. Nëse je mirë me Zotin, në gjithë do jesh mirë. Ta ruajmë namazin, që është shtylla e besimit tonë. Nëse ruajmë këtë, ta ruajmë përsëri, tjetër që të vazhdojmë edhe në sofrat tona të shoqërohemi, për të ruajtur këtë lidhje të shoqërohemi ndonjëherë në sofra të tjera, apo jemi nga ata familje të cilat ushqimin çdo herë han përbashkë, sepse aty është bereqeti tek ai ushqim. Ma besoni bereqeti që na shtohet për faktin se han që gjithë bashkë, në syfyr të gjithë zgjohen bashkë, edhe ndjenat atë disa bereqetshme është ai sofër. Aty shoh sa shumë të mirë i bëm shëndetit tonë. Sa ndjesi ka ajo. Është ndjesi pa përshkruar. Domethënë kur han bashkë syfyr, kur han bashkë iftar, e se sot i shohim domethënë që shumica familje dikush han punë, dikush në rrugë, dikush tej, dikush fast food, poshtë lart, domethënë sikur shpërndajmë pas Ramazanit, e mira që të ruhesh, që ndoshta edhe jo çdo ditë, por sfaku një herë në ditë të kem një racion të cilin do e ham të bashkë me familjen, sepse ajo e shton aty bereqetin. Tjetër bamirësinë, mos ta mblejmë vetëm Ramazan. Ta vazhdojmë inshallah, edhe pas Ramazanit, ta vazhdojmë ndonjë leximin e Kuranit që bëhet shumë dhe mukabelet të cilat bëhen hifsi Kuranit dhe forma tjera. E di që e kemi më të lehta sepse Zoti na i hap gjitha dyert e mirësisë në këtë Ramazan, edhe kemi shumë më lehtë që ndjesinë e shpirtit dhe kënaqësinë shpirtore ta ndijmë më shumë Ramazan, por për ta ruajtur këtë ndjesi është mirë që njeriu pra ta ruaj marrëdhënien me Kur'an famlar, me fjalën e Zotit, sepse ajo mban shumë afër me Zotin, edhe mban kënaqësinë. Edhe Kur'anin famlar kur e lexojmë, pra qoftë në gjuhën arabe, po edhe në gjuhën shqipe kur e lexojmë Kur'ani famlar helmi mudhakkir, përmendë pra akon nga ata të cilët përkujtojnë. Kur'ani është përkujtues, nuk është vetëm një udhëzues që njerëzit mendojnë vetëm ta lexojnë gjuhën arabe dhe mjafton. Jo.
Kurani është udhëzues, edhe Kurani na thret për drejtësi, Kurani na thret për dashuri, Kurani na thret për durim, Kurani na thret për shpresë. Të gjitha këto nëse njeriu i përvetson edhe e ndjen besimin, edhe punën me të jetë do jetë Kurani famullarët një udhëzues për të, edhe Al-Furqan do jetë ai i cili do i dalloj pra se në fillim të Ramazanit, në ajetet e para, kur Zoti përshkruan pra çfarë ka Ramazani, si ka Ramazani, pra e përmend për shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Muaji Ramazani është muaji në cilin ka zbritur Kurani udhëzues pra për njerëzit. Hudal lin-nasi wa bayinatin min al-huda wal-furqan. Është udhëzues për njerëzit, edhe dalluesi të vërtetën nga e pavërteta. Njeriu në këtë jetë që ka nis fatkeqësisht që njerëzve të bëhet çdo ditë më monotone, kanë nevojë për dashninë e Kuranit, kanë nevojë për ndjesinë e Kuranit, kanë nevojë për burimet e pashtershme që i ka Kurani famullar, ku çdo herë që të ngushtohet jeta jote, të ngushtohet situata jote, gjesh prehje tek ajetet e Kuranit, ku thotë inna ma'al usri yusran, vërtet pas vështirësisë ka lehtësi, të jep Zoti drejt për drejt, se Kurani flet personalisht në muajin e bukur të Ramazanit, edhe të jep këshilla dhe gjëra të cilat burime që nuk i harron që të mban ty edhe në periudhën tjetër kur do takosh përsëri këto 11 muaj deri prak të Ramazanit tjetër të mbajnë këto këshillat e Kuranit famullar, këshillat e Zotit edhe këshillat e pejgamberit alayhis salatu wassalam, se vërtet me këshillën e pejgamberit alayhis salam do e përfundojnë në kuptimin që ai ishte Kur'an, kur e përshkruajti vet Aisha, se si ishte Muhamedi alayhis salatu wassalam, i tha ishte një Kur'an i cili ecte pra çdo veprim që bënte pejgamberi alayhis salam reflektonte Kur'anin famullar, tregonte se si na urdhëron Kur'ani. Edhe muslimanët sot do të jenë nga ata të cilët me sjelljet e tyre tregojnë se çfarë i urdhëron Islami, edhe çfarë i ndalon Islami. Me ndalesat e tyre, me butësinë e tyre tregojnë se Kur'ani urdhëzon në butësi. Kur'ani është ai libri i cili pothuajse para çdo fillim të çdo kapitini, çdo sure çfarë thot Zoti, Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Zotit mëshirues i mëshirës. Pra me mëshirë e një Zoti, edhe përshkruan Zoti në çdo kapitinë përshkruan vetveten e tij si mëshirues, mëshirbërës, dhe nuk thotë i plot fuqishëm, nuk thotë ai i cili ka gjithë fuqinë për gjithçka, por përzjedhi që të jetë mëshirues, mëshirbës, edhe përfundoi me ajetin inna rahmeti wasi'at kulli shay, vërtet mëshira e Zotit ka përfshirë gjithçka, nga çdo njeri do ta shfrytëzoj muajin e bukur të Ramazanit për t'i treguar se mëshira e Zotit ka përfshirë gjithçka, le të përfshin gjithë besimtarët dhe të jenë nga ata të cilët do përfitojnë nga muaji i bukur të Ramazanit. Allah, bashkangjitemi do lutjeve tuaja. Do kisha edhe pyetje edhe më tepër, por subhanallahu koha koha limituar, por njerëzit tanë, ndjekësit tanë janë tani për tani në kohë të iftarit, lutim Allahun fuqiplot që t'ju pranoj agjërimin, ibadetet, adhurimet. Allahumma amin, Allahumma amin. Të nderuar ndjekës të portalet të Mezhlisë së Bashkisë të Ulqinit, ne me lejen e Allahut fuqiplot vazhdojmë që ta shijojmë sa më tepër këtë muaj të Ramazanit dhe të synojmë qëllimin tonë më të lartë, ai është kënaqësinë dhe dashurinë e Allahut fuqiplot. Ndjekemi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.